5 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, ODIHR publikoi raportin përfundimtar për procesin e 11 majit. Raporti ruan të njëjtat konkluzione që vëzhguesit e ODIHR paraqitën në 12 maj. Zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 ishin konkurruese dhe u zhvilluan në mënyrë profesionale, por u mbajtën një mjedis të polarizuar, ku garuesit nuk gëzuan mundësi të barabarta, është konstatimi i misionit. Vëzhguesit vlerësojnë se kandidatët patën mundësinë të bëjnë fushat lirshëm, administrata zgjedhore menaxhoi procesin në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe votimi jashtë vendit u menaxhua mirë. Kritika më e fortë e ODIHR për zgjedhjet e 11 majit është se partia në pushtet, ajo socialiste, përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të padrejtë. Partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative, duke krijuar një avantazh të panevojshëm të zyrtarëve të lartë. Kishte gjithashtu shumë akuza për presion mbi votuesit, veçanërisht punonësit publik, theksohet në raport. Raporti përfshin shqetësimin për raportime për blerje të votave dhe ndikimin e dyshuar të elementeve kriminal në zgjedhje në disa zona të vendit. Fushata në rrjetet sociale nuk ishte rregulluar dhe nuk u caktua asnjë autoritet për ta monitoruar. Madje në raport përfshihet se me ndikim negativ ishte edhe mbyllja e TikTok. Pjesëmarrësit e garës e shfrytzuan në mënyrë aktive Facebookun dhe Instagramin, ndërsa ndalimi i TikTok nga qeveria që hyri në fuqi 6 marsin e 2025-s kufizoi mundësitë e disa kandidatëve për të bërë fushat. Etiketimet mes Edi Ramës dhe Sali Berishës gjatë fushatës elektorale janë gjithashtu të përfshira në raport. Toni fushatës ishte shpesh konfrontues me sulme personale midis dy partive kryesore dhe udhëheqësve të tyre. Zoti Rama e quajti vazhdimisht kundërshtarin e tij politik zotin Berisha një buf kënete dhe udhëheqës të tjerë të opozitës si krijesa kënete, ndërsa zoti Berisha nga ana tjetër e quajti zotin Rama antikrisht, një përbindësh dhe qeverinë si narkodiktaturë. Raporti përfundimtar ka 25 rekomandime për ndryshimet ligjore që parlamenti duhet të realizojë për të patur standarde më të larta të zgjedhjeve. Rekomandimet prioritare janë depolitizimi i komisioneve zgjedhore, si dhe marrja masave për të garantuar një fushëlojë të barabartë, parandalimi i keqpërdorimit burimeve shtetërore në fushatën elektorale.